Zekën. Unë kam pas raporte të mira me Zekën, sipas mendimit tim ka qenë besueshmëria ndërsjellë. Unë i kam besuar atij, ai nuk ka besuar. Pasi që veç kena pas marrëveshje kontraktale respektive shitjen e 2 parcelave të tokës, të vërtetuara në gjykat dhe të regjistruara në emrin të Zekës Asiqit. Ashtu që thotë 2 parcela, a janë në kuadër të TAKP-s? Jo, s'ka lidhje. Prona private të juve. Pronat private të mia, pasi që dështoj një mënyrë projekti i madh, qyteti Italia, atëherë unë kisha një sasi konsiderueshme tokave, edhe kohë pas kohë shitësha, kur kisha ndonjë çmim, për arsye se veç investojsha në për spitale. Ti ka kompenzu mjetët financiare? Po. Edhe në pagesë kam pas rëshime. U bodë me thonë që ashtu qyshin i marrë vesh? Kam bërshime në çmim. Po dhe veç që ka qenë vullnet i liri juge, për qatë qime? Po veç filluam në bashkëpunimi me të, do më thonë, edhe ishte kojshi imi, pastaj edhe... Po më interesan, do më thonë qatë qimim, ti që e ke caktu qatë pronë në shi, ka qenë që vullnet i juge? Po, pa asni presion. Asni presion s'ka pas, pa presion, do më thonë. Ku ka fillu në prish raportet në mjet juve dhe Zekës? Jo thotë se keni pas raporte shumë mira, keni punu në mirëbesim? Parcela kontestuese që është e falsifikuar nga... Që e 7 hektarë që s'keni mujtë një që në Zekës, apo? 7 edhe 2 plus 1, dhe më thonë 10 hektarë. Parcela kontestuese prej 7 hektarësh plus 2 plus 1, gjithsej 10 hektarë. Dhe mbetja prej 4 hektarëve. Prej 4 hektarëve. Që do të mbeten në emrin tim, ku do të zhvilloja një projekt. Në momentin kur kanë filluar të bëjnë ndarjen fizike me geodetin e angazhuar. Kujna? Shtyne 4 hektarëve apo? 14 hektarshin. 14 hektarshin. Të bëjnë ndarjen apo lotizimin si që është përshkruar në skicën e geodetit. A i ka bërë të gjitha përgatitet për të regjistruar ndarjet fizike sipas kërkesave tona. Ndarjet fizike sipas kërkesës tona? Tona. Në mes të Zekës Asiqit, presje Fatënda Dakut, presje Lëzëve Krasniqi. Dhe Florim Shale. Kelmendi apo? Jo, Kelmendi është. Krasniqi janë falsifikator. Lëzëve Kelmendi, si dhe personit të cilin e përmenda që ishte në falimentim, apo jo? Edhe e? Ndërtuesi i rrugës. Si dhe personi, që ako e në të personi? Florim Shale, ku në atë moment ishte tërsi përfaqja në emrin tim, si rjedhoj e blerës nga AKP. Dete prishja raporteve me të akuzuar në Zekë? Si që Zeka në momentin kur ka shkuar që të regjistroj në pronën me ndarjet fizike të kërkuara, zyrtari kadastral i komunës së Graçanicës i ka thënë se kjo pronë që ka qenë emër të Fatënda Dakut, tani mo që disa muaj, aftësisht 6-7 muaj, është në emër të Vëllezërve Astrit dhe Arben Krasniqi. E njoftoj Zekën Asiqin dhe i tregoj se është kriju një telashe. Konsideroja që Zeka duhet të di për këtë problem, me që kishim marrëveshje kontraktuale për ato. Zeka mu përgjigj, mos më përzini në kontekstin e. Mos më përzi mua. Mos më përzi mua. Të është në kujza këtë pjesë kësa. Nuk du me pas punë me këta. Në atë kuptimi kuptova që po mendojnë që janë të rrezikshëm. Dhe më tha që unë të presë edhe 100 vjetë nëse ka nevojë, të ma regjistron pronën e mundimin, veç s'du me pas punë me ta. Unë i thash, duhet me fillu me njerës me që ishin vendas të deçanit, duhet me shku me njerës, dhe kishin mishë të përbasht me autoritet në atë zonë. Dhe po që nëse nuk mundim me regullu atër, bashkarisht do të shkojmë në polici, edhe ta denoncojmë rastin. Pasi që Zeka faktikisht nuk deshti të kyqej në këtë problem, unë mbeta me forcat e mia, duke shfrytzuar njerëz që mendoja që do të ndihmonin, si rjedhoj, një shoku imi i quajtur Eugen aranzhon një takim. Në atë takim, me shumë peripeti, arritëm marrëveshje që më kthi tokën. Pas një kur vetëm se më tha nëse nuk ma dhon pagesën, atëherë ma lëm peng shtëpim, që pezon pejton. Kush? Lezit Krasniqi. Çfarë pagesë? Pagesë që supozoni që unë i kam atyve borç. Ata do ka pos pretendim që ti u ki borç. Ti ajo ke pos borç aty. Unë nuk i kam pas borç në atë moment.
Para se mi transferu që të prona, ju ke pas bërqë? Unë para se mi transferu pronat, çfarë prona mi Që transferu? të prona që ratekarshën që e ka transferu ata në në ty. Ata vllazit Krasniqi, unë ato më i kum shit 4 hektar. Si kum Ne tas. ke shit. Vllazëri i Krasniqi. Mirë pat, ata mandej ata për një tokë i kanë marrë 2 toka, domethënë i kanë tash tregoj nëse shpjegoj. Vesh po më intereson çat pronën që e kanë transferu, që i ka pas 7 hektarë me dalë në emër të Zeki Asiqit. Tash u bën. Vesh dëgjoj deri fund. Çat 7 hektarën që ka pas më transferu në jo, domethënë me vullnetin ju që kemi pas më asit në emër të Zeki Asiqit, e që e kanë marrë vëllezërit Krasniqi, e kanë qitë në katastër. Në emër të ty, 2 hektar tjetër, dhe 1 hektar tjetër, 10 hektar, a ka qenë në i detyrim ju i në raport me ta? Më letë të përgjigjem. Po. Objekti i marrëveshjes që kom pas me vëllezërit Krasniqi A keni pas në marrëveshje kontraktale? ka qenë shitja e 4 hektar tokë, objekti i Qa 10 hektarë që ka kalu në emër të vëllezërve Krasniqi? 14 hektarë. 14 hektarë. Ja këpës. Ja, këpës. Këpës. A ka qenë në i detyrimi ju i në raport me ta? Keni pas në i detyrim financiar? Nuk kam pas detyrim, pasi që objekt e marrëveshjes kontraktuale që kam pas me ta, Po? ka qenë shitja e 4 hektar toke në afër QMI-s, tokë tjetër, domethënë, Po? tokë tjetër afër QMI-s, për nevojat mia për të investuar në spital, respektivisht blerjen e aksioneve nga ortoku im. Edhe avqite që ata 4 hektarë. Po, na- Avqite në mën tyne. Unë jo se qita, pasi që Tash ata e në thirë në qatë obligim për qëto që Jo, jo, kom ty pa jo, po, nëse me lejoni, nëse me lejoni. Po, pa tjetër. 4 hektar shi ka qenë objekt i shitës. Përgjigjën që ka për të pysën. Po, unë po të vodë përgjigj, po. 4 hektar shi ka qenë objekt i shitjes. Mirë po ka qenë në atë moment, kër kena bo marrëveshje, e kena qkrume që ka qenë nën hipotekë. Që e 4 hektarë? Po, A e kanë ditë ata që është në një hipotekë? pa tjetër. Kena marrëveshje qkrune dhe kom pas afat për me liru nga hipoteka. Mirë po, ata, pasi që kom dërëzu në letën, apo ka marrë këm autorizim që ka pas e Iliri Ramaj, po qatë dit i ka përkthy 14 hektarshin pa djenin time. 14 hektarshin e AKP-s. Unë s'kam qenë në djeni, mas kodër të afatit që na morë vesh, Bos shkofit ju transferu që të e ndërëzru bos në e kontratës, falsifikuar. a ka qenë në shumë për ju për që? Jo, as kom marrë pare une, as kom në shkrune, edhe as që kom... Krone, o ke kalu sa 4 hektarë që në aty? 4 hektarshin une nuk kom ditë që ma kanë marrë ata, dhe une shkeli rejnë nga... Jo, e qatë 4 Po. hektarë që në morë me hipotekë. Eli rejnë nga hipoteka dhe shkoj edhe ja përthej këtyve, edhe 4 hektarshin. A kuptu tash, a mërë vesh? Të më thonë ata për një tokë i ka marrë 2 toka. Dekarimi ju i se vëllezërve Krasniqi që s'keni pas ndaj vëllezërve Krasniqi. Jo, s'kom pas atë moment bërë, obligim. Ndaj vëllezërve Krasniqi nuk kam. Për kundrazi, e kësha bloku 4 hektarë që s'y kësha dhonë pak të pasi, por nuk kam ditë, s'kam qenë dhe. Po, vazhdoj tash Këtë gjitha këtu e kam spjegu dhe Zeka Asiqit, atë natë kur kena qenë takim me të dalën, unë dhe punëtorët e mi, që ishen duke më pritur, në parking, ka qenë i parkuar një kërë një golf, në Gjurkini, pa tabela, ndezur, dhe ka ndalë 2 persona korpulent, edhe pa flok, me atlete, me korpulent zhvillun, mlaj, po. Zhvillu që të. Pa zhvillu, që është. Korpulent dhe pa flok, po. Me atlete të njëjta dhe njëri më vërsullet mua, me i dorë ka pas armën i armatosur, tjetëri i manë peng punëtorët e mi. Çfarë ndodh, çfarë pozite më pas në punën e ju? Njoni ka qenë punëtor i zyrës time, tjetëri ka drejtu si mas direktivet mija, në shanë fakultetin e modës, e kom pas. E kujna? Fakultetin e modës Design Factory, e kom pas që emru. Okej. Të cilët ka qenë të angazhuar në kompaninë time. Po, pastaj, Thonë, aji armatosuri tenton të më kapë. Dhe në moment edhe
më godet. Nuk është objekt i akuzës. Po të kuptoj. Nëse e ke denoncuar rastin këtë rast polici, mund të shenë një rast tjetër. Mirë po sot jemi për detyrim dhe fajde në raport me të akuzuarin Zekjas. Krej këto e ndenoncuar në procesin tjetër që është duke zhvilluar ende. Rregullisht, veç del te pjesa e krijesës së raporteve me Zekën. Pyetja fillestare që është e prokurorit se u zgjerove jashtëzakonisht shumë. Okej. Dhe Këtë rast e kam denoncuar polici që t'ja jo, se kam denoncuar polici, në atë moment jo, Këtë rast nuk e kam denoncuar në polici. për nga frika se supozoja që jenë polic apo speciale apo ushtarak. Na në veshët të shkë pjesa, do thot ju mërë vesh, pak marrëveshje verbale në takimin S'u leni me shpjegu. Aja a u realizu që e marrëveshje. Pas sulmit ata u tërhekën plotësisht, pastaj se unë i mbledhën ma sulmit krejta, dhe pasi që ata Ata pas sulmit bajtejet. shumë shpejt pas asaj ku u arrestuan për vepra tjera penale që kanë kryer si recidivist. Nga Zekja si që kisha presion për të regjistruar pronën, edhe pse dinte që më janë krijuar telashe, për asnjë mënyrë nuk do t'ja humqa pagesën për ato të cilën nga ka paguar për të shfryzuar drejtën si pronar. Përveç Zekës filloj edhe vllau i Zekës të më bën presion, një rast më kërkon që të dal në ara dhe të shohim a jam i Zoti më amaj tokën e tij. Në amën timin. Të shuar se a jam i Zotit e jam? A je Zoti më mbaj tokën teme në amën tonin. Jam i Zoti, a je i Zoti që t'ja mbaja tokën në emrin tënd. Konkretisht si dy luftim e sopjet, që shortbohet kohën primitive që kanë dalë. Po, Me njeri kom tregu Zekës, s'kom doshtë lemru në polici. Zeka më ka thonë, mos bën, nuk është mirë vllau, dhe ka kërkuar që të bëj zavendësim me pronë tjetër, apo t'ja kompenzoj 3 fishin e pagesës sa e ka bërë. kush ka lipshë? Zekja Siçi. Sot ka po, sot e ke posbërë se sot ka thonë një paru. Zeka faktikisht e keni pasqyrën që kam përgatit. Po. Unë ja kam shit 7 hektar de facto Zekës. Mjetë financiare. Sot ti ja ke posbërë, satine dhe sot ka posbërë. Unë si kom pasbërë, unë ja kam shit tokën, qysh me pasbërë. Mjetë në të Sa ka pagu? Zeka e ka pagu 125.000 euro në përmes bankës. Zeka e ka paguar 125.000 125.000 euro përmes bankës. Po, është procedoj edhe transferin Me llogarin tonë. në llogarin time. Bankës me llogarin time. Gjithashtu 60.000 euro të gatshme, Gjithashtu 60.000 euro para të gatshme cash apo jo? cash Jo po, përmes transferit. jo përmes transferit. 60.000 euro para të gatshme. Jo. Bon më sakt 65.000. 65.000. Do Zeka për këtë tokë, Po dhe s'është do më thonë 60 për 65.000. po. Prej obligimit që ka pas Sa është që kjo shumë? 185.000, Gjësej 185.000. nga shuma Nuk është mësë vëtë të pjesën 60.000, 65.000 për kësë. Shtima. Gjithashtu 65.000. 125 o 65. 185.000, Gjësej 190.000. 185.000, nga shuma e o... Ishë 90, 125 plus 65 ishë 90. Tama, 160 është që aty u bazoha, 190. 190.000 euro, dhe gjësej 190.000 euro. Tash, sot ka thonë temi akty në emrin Shti Borçi. Që dhe një sekvencë që të në spegut. Nga obligimi për 210.000 euro, të cilat e ka plotësu në 20.000 euro, ka shpërblimi, apo nga fitimi, ndërmjetësimit, Nga fitimi i ndërmjetësimit të shitës së 2 hektarëve vëllezërit Krasniqit dhe Kelmendit. Jesë 2 hektarëve tek vëllezërit Kelmendit. 290.000. 290.000. Okej. Zonë faktikisht pare ko ma 190.000, mirë, po unë ja kom llogarit 290.000 që ka kryu obligimin. Po,
Do më thonë, 120.000 këtë rast i ka marrë prej E kupton. Vllazit Kelmendi për 2 hektar, Po. se Zeka ka kërku mjetet për të tretë. Po të është për të akuzuar në Zeka si që. Jo pas se 3 fishin më kanë. 3 fishin e të treve me kalyp. Vllazrit Kelmendi, të ti dhe të Florim Shalës. Se Zeka ishte si përfarsues i tyre. Jo thotë si transfer bankari ka po i akuzuar i Zekja si që 125. 125.000. 65.000 euro, dhe më thonë, i ka dhonë cash. 190.000. Edhe 20.000 në emër të ndërmjetësimit për shitjen e 2 hektarë. Po. 210.000. Që të se të ndokit si kuptu. Vesh të sëroj që të E o kuptu shumë mirë. Jo, 20.000 e ka morë kë, aja ka lonë Zekës si shpërblim. Edhe si shpërblim. Ja kom lonë. Ajo është shumë. Unë e kom zbatu e Apo nga koma. s'kekon që tos që the, mi ka lyp 3 fishin. Kush ti ka lyp 3 fishin? Mi ka lyp Zeka 3 fishin, Për çka? kje se unë e kom ashtruar dhe e kom shit pronën pa dirin të ti. Zeka më ka kërkuar 3 fishin e këtyre të volla, dhe më prej 210.000 t'i ka lyp 3 fishin. Gjështor, më leje të spjegoj. Zeka ka qenë përfarsus i vlezërve të Kelmendi dhe Florim Shalës. Ai ka full, ai ka nënshkru dhe bashkë ka reqë kontratat me na. Edhe ka marrë përgjësin që në lloj po, për 8 ret ka kërku 3 fishin sa kanë investu ata. Do më Na shpjegon po ma detajisht ka dhe ma ka dole. Zekës ja kom shit 7 hektar tokë. E përshkrujtëm pagesën. E kuptim. 2 hektar ja kom shit për me Zekës vlezërve Kelmendi. Ata i kanë pagu 140.000 për tyre 20.000 kom dhonë Zekës. Ja të vëllarit Zekës. Eko, do më thonën, dash 140.000, dash 120.000 për vlezërve Kelmendi, gjithashtu 70.000 euro e ka qenë marrëveshja me punu punë në rrugë Florim Shala. Ja ka njës flërimi me për... Ka fënish me punu, si ka kry punët, nëse më bën pyetja mund të përgjigjesh ma detajisht, po ta shtjellojmë që pyetje. Do më thonë Zeka deri në moment, vlezët Kelmendi dhe Florim Shala, e pibjen që kanë investu 190, 40, apo në 290, 120, edhe 70.000 euro punë të ende pa kryer. Dikon mbi Apo na 300.000. shpjegon që to 3 fishin, qyshe, se nuk jem të... Apo vjen që të ka lyp 300.000 euro, me që të logjik që jetë e thonë. I ka lyp 3 fishin. 3 fishin mirë, po ka metë më saktun, nuk më ka lyp, shumë taksatirisht, sakt... Për borgjën e vetë. Për borgjën e vetë. Për 8 ret, Faktikisht për detyrimin që e kemi pas në Etina, si ka lyp 3 fishin veç për shumën për... nëse s'ja regjistroj pronën, unë e obligona që 3 fishin ja pagu me monetar, me mjetë, Po 3 fishin e të qyne 3 pronave, 3 persona që ja keshit. Eksakt, që ajo është, po? E jo vetëm për detyrimin që ke pas dhe i Zekës. Për 3 pronar, këtë rast. E ka lyp për të Zeka me ka kërkuar 3 fishin e pagesës për pamundësinë time për ta transferuar pronën në emër të 3 pronarëve. Apo ta zamencojme në do një pronë tjetër. Transferuar pronën në emër të 3 pronarëve. E që Zeka ishte si përfaqësuesi të 3, e 2 të tjerëve dhe në emër të vetën 7 hektarë, apo jo? Ndjeve të lau të kujtë fatë fëmive, faktikisht. Von, bish të kërkutej qartë, Zekja si që s'ti ka kërku ty për 210.000 euro, që i ka bo pages, nuk ti ka kërku 3 fishin e që aty në 210.000 euro. Po 3 fishin e krejt pagesëve. Që ka të postin, marrëdhënie kontraktuale? Po, të cilat i kishte investuar për blerjen e tokës. Njënë është të fot detyrim dhe i tjetër. Po, i kishte investuar për blerjen e tokës nga onë. Kisha... I ka transferu në bank të ishtë mjetë. Edhe 65.000 euro i ka vonë. Vesh 125.000 janë transferune për krejt... A ke mund me kry detyrimin një ndaj kontraktual që e këni pas? Unë isha në rjedh e si për mja kryt detyrimin. E që unë kesha ndaj ati si detyrim kontraktual. Obligemat e tyre. Obligim kontraktual.
Në amër të shkollë të kanë. Ne më 10 hektarëve të cilat Se si pikë, kur po thu zëvendësimin e pronës apo para kesh, a ti ka lyp që ato pare që ti ka dhonë? ato parat 3 fishi sa i ka dhënë. Jo, e kupton drejt fatën. Nëse për shembull ti ka dhonë 210.000 euro, ti ka lyp që ato 210.000 euro. Për vetë është fjala. A ke kuptu ti që ashtë? Nëse ti e krymë për shembull detyrimin ndaj të akuzuarit zek, 210.000 euro, ti e kesh lyp një detyrim ndaj një personi. Gjyqtari nderuar. Po. Vllazit Klementi në konë Gjermani, Zeka e ka përfarsuar. Që thashtu dhe Florim Shalën e ka përfarsuar. Ai ka folë për të tretë. Po, a i ka lyp veç ato, dhe më dhënë që ato mjete, ose po them në emër 3 persona, a i ka lyp veç vetëm që ato mjete cilat jënë dhonë të ju. Apo më të. Apo ma tepër. 3 fishin ka kërku, nëse nuk ja zavendësojmë një pronë, ja 3 fishin, ja pronën. Po 3 fishin e 3-ve që i kanë dhonë, apo 3 fishin Edhe njerë për përsëris, 3 fishin e të 3-ve të cilët i kanë investu për blerën e pronës. Dhe më thonë, jo ma shumë se sa që kanë investu. Shumë ma shumë. Dhe shpak, se s'pësion të e kuptu. Dhe të sharon dhe shpitarin e kena këtë. 290.000 euro i ka dhonë Zek Jasiqi. Për qatë 7 hektarë, në thatë. Po. Për 2 hektarë, 190.000 euro, thatë 120. Thatë Po, minus 30. Dëzret Kelmendi. Po, eksakt. Po. Kelmendi, po. Kelmendi. Edhe 70.000 punë. 70.000 euro punë. 70.000 euro. Po. Ashtë shumë, a i ka kërku, i akuzuar i Zek shumën e qytyne, apo ka kërku ma shumë se qito. Shumën e qëtyre klente. Që në kuptan se shumën e qytyne. Jo 3 fishin e shumë. Jo, 3 fishin e... Ka da. Gjyqtar, 3 fishin që asaj shumës të 3-ve. Totali cilë të kom pranu një mjetë, e ka kërku 3 fishin sa kom pranu. I ke pranu një që nisat i ka lypë punë. Jetë nga i shtjesë. E sarojnë është ashtë të prokurohet. S'ka shka më pështelë, s'ka shka më. 190.000 euro, dëgjo me vëmendje se s'ta japi më mundësi më përgjigj. Ta kish parasysh. 210.000 euro, thotë si Zeka i ka pagu në emër të 7 hektarëve, apo jo? 210.000 euro. 120.000 euro, Vllazit Kelmendi. 70.000 euro, Florim Shalë me punë. Shala. Kur ju s'keni mujtë me bë transferimin e Sa janë totali këtu? 400.000. Ka kërku 3 fishin, në 1.200.000. A, okej. Qartë. Shumë regull të dhe. Përmend shumën 1.200.000. Jo, thresht 3 fish. Thresht 3 fishin. Gjithashtu, në atë ku isha prej e një grupit kriminal tjetër dhe përveç situatës të kryuar me vllazërit Kasinqi, kisha në telashe shumë të mëdha me këtë grup, në një situatë të rënduar, financiar, ekzistencial, të më thonë, pasi që isha i rezikuar nga ta. Një ditë, derisa isha në zyre, vjen Zek Jasiqi me Florim Shalën, vllaun e tij apo vëllezërit e tij, Zekës po, dhe disa njerëz tjerë që nuk i njoh, qëndronin jashtë zyrës dhe kërkonin t'ju regjistroj pronën apo të lënë doni garancion peng për të siguruar se nuk do t'i humbin paret që i kanë investuar. Dhe kërkon Zeka që përmes të thras avokatin tim të bëjnë një marrëveshje, unë e thras avokatin, Gjafer Maliqi avokatin, dhe nga Afrika që do të ndodhë diçka më tej, pra ne ju për detyrohem, të leo peng një tokë tjetër, prej 3 hektarëve, si dhe gjop shtes detyrim prej 100 financiar, prej 160.000 euro. Edhe pse e din të që ishte vështirë të shtjelloj problemin me vëllezërit Krasniqi pasi që ishin të arrestuar, apo të inicojmë ndonjë kontest. Dhe një afat të shkurtër me autorizim të timin, avokati im ta nënshkruaj kontratën për shitblerje. Si garancion më i sigurt. Ma sa vjetë u bë që këtë transakcion? Në mërmenja në shtarë. Zdia më të apëtan, të më thonë 5-6 muaj. 5-6 muaj dhe më për momenti që të s'ke mujtë me abarë qatë 10 hektarë që në emën të 23 pronarve. Presim kanë hinë zyre. Vish kuptaje. Se taman, dhe më thonë, 1 vjetë, 2 vjetë, sa marsh lartë që ju ardhë, dhe më thonë,
Një vjet. Mund të më thonë prej fillimit që e kom në këna marrëveshën për më jashtë, afërsisht një vjet. Kom pasur edhe një shumë pitina ndërkohë. Më thona prej Zeki Asiqit. Pas disa shumë shpejt. Veç edhe një nëndytje, që 3 hektarë, në ka mujtë me qitë në amën të vetë, apo veç e këton si garanciat? Unë e garancion dhe autorizim avokatit tim, po është dasht avokatit më firmu mi a plëcu me dokumenta plëcuse, se ne mund firmës. A po transferimit, së është E kanë bo transferimin. Në momentin kur e kanë e bardë Zeka atok, e kanë nënshkruar me avokatin tim një marrëveshje, ku justifikohet penglërja, pengu, me të cilën Zeki Asiqi zotohet se në momentin kur të shtjelloj çështjen edhe tek Tashit, kur të shtjelloj dhe më kthehet në emrin tim, atëherë të lirohet pengu. Obligohet që ta liron pengun pa afat të caktuar. Në thonë, s'ka thonë mas një vjetë, 6 muje, 7 muje, 100 vjetë, po veç ka thonë, kur erdo që e liron, të unë të kthej tokën. Në vazhdimsi mi ka kërkuar Zeka 160.000 me presion të merues, duke me kërkuar ku do që jam. Përveç kërkimin, ka marrë edhe mesazhe kërcënuese, të cilat janë të dorëzuara në polici, si dhe kanë shku shpesher përveç në zyre, në shtëpinë e familjes, me shumë njerëz të më kërkonin duke hyrë në abord në shkallë të shtëpisë të familjes. Zezrit e Zekës, Zeka ma lartë gjithmonë ka nejtë, unë si kom pa kështu. A i ke po Zekë? I ka pa familja, do më thonë, këta notra, vlla i njerë. E ku e kom disha kohën? Unë im konën, s'kam qenë aty, kresisht. Por kam qenë lëvizjes, zyre, sigurisht s'kam qenë se këta më kam përcjell dhe zyre dhe atje. Mu paralajmëronte Bajram Plakiqi, unë e kom angazhuar për sigurinë time. Arshjala si të përruje i dhëtja? Kuna? Si të përruje? Jo, të përruje është shumë term takus. Për cilësi imi. Për çka? A konë me muskëj? Po, Për cilë fizik, apo? për cilësi imi. Fizik? Po së më dhëmë fizik se e kam kërë edhe punë tjera inteligente, për shama shko që atje bone këto. Ka qenë angazhuari imi. A në kuptën në s'ka punë inteligente? Inteligente që ka bisedu me dikon për mu, ka shku, ka kërku dikon që unë e kom pas të nevoj. Kur është sigurim fizik, është veç trupaj, të rëthekon, është si bodyguard. Stikën me ju, po të nga fama. Me shtu, me krasni, se me asisë, Për cilës si asistenti imi, me thonë. Ka qenë për cilë si imi, edhe njëjtën kohë ka kryer punë inteligente. Jo inteligente. Punë të ndryshme, më citë. Që vallaj pa dëmë, se nësë po të nxirë fjallë për kontekstit. Ata dhe ato që anë më Riga dhe re. Unë është dashta me nda punë fizike edhe inteligente kështu. Në njëjtën kohë ka kryer punë inteligente. Inteligente, po të sej shka përro. Sidomos, ato fshirën, sidomos, Zeki Asiqi e ka pas përzjedhur që përmes ti të komunikon me mua. Po pasi që? Si pas ti, unë nuk e përgjigjesha në telefon. Kështu ka vazhduar, jam detyruar shpesh të shkruaj letra në formë deklaratave si garancion e kërkesë të Zekës për t'ju treguar vllaznive që unë nuk po i iki borxhit 560.000 eurove. Po s'ka mundësi mjek. Do të thotë se Zeka u konë halë të vllazëve të vetë, se u konë bashkallak, e u dorë një para rësëtimi me viteri që t'jesë më nësh me vytë detyrimin. A petun që të forën, Unë s'mu e përzi raporte shaka me vllazën. Kur ka kërku Zeka, do më thonë nuk kam drejtu vllazën me vetë për Zekë. Në shpitalë është mësë me ikë që a ke ditë se është ja dërgu vllazën, për vetëm Zeka që ke kërku të ja ke plëcu. Veç Zeka. Me vllazën s'kem pas kontakt, s'kem pas. Ti s'ke pas kontakt. Me vllazën e Zekës s'kem pas kur kontakt direkt. Asnjëherë. Përveç As ka normit kërcënu, as si ke taku, as. mund ka kërcënu vllazën veç telefon edhe mesazh. A që kanë kërcënu të shtëpia, musëm kanë kërcënu direkt, po të familjen teme kanë kërcënu. Edhe punëtorë gjithashtu. Po, vazhdoj dhe karinë. Në atë kohë situata ime ishte tetë e rënduar, Në atë kohë, situata ime. ishte tetë e rënduar Financiare, po. në përgjithësi.
edhe i rrezikuar fizikisht, përgjithësi edhe i rrezikuar fizikisht nga grupet e lartë cekura, si dhe nga Zeki Asiqi dhe vëllezërit e tij. Një ditë, Bajram Plakiqi thot kam biseduar me Zekën dhe kërkon të takohemi për t'ia konfirmuar borxhin. Borxhin për 160.000. Gjobat, po. Pranoj të takohemi me kusht të jenë ndonjë vend publik dhe i monitoru shumë pe kamerave, pasi që konsideroja që jam i rrezikuar nga ai. Dhe me të filluar takimi, mundohem t'ia shpjegoj Zekës situatën time, e cila përveç isha i damtuar nga grupet e lartë cekura, në atë moment, disa toka tjera të cilat kisha në pronë timën, ishin të bllokuara nga Qeveria e Kosovës, respektivisht Agjencioni Katastral i Kosovës, e gjithë zona nuk mundte të bënte ndonjë ndryshim pronësor, pasi që në atë zonë kalonte autostrada Prishtinë-Shkup, Harbër Xhaferi. Dhe ishin të bllokuara deri në vitin 2018-19, 4-5 vjet ka zgjatë kjo. Dhe i thash që në momentin kur lirohen tokat apo më kthejnë ta Në qatë takimin Vertigo. Vertigo, unë Epilogu, direkt epilogu. edhe në moment Zeka Dhe i tharë se deri në momentin të lirohen tokat nuk mund të t'i bartë. s'kujt ja paguaj 160.000. Nuk, okej. Tokat nuk mund t'ja paguaj, as i kërkoj ke ma ato shkëmbimin. Jo, është ajo është etap tjetër. Tokat 14 hektar që i ra vlera shumë se e këputi autostrada. A qëllimi kryesor me nëjë më vone justifikoj. Ka qenë me marrë 3 hektar. Paguaj 160.000 euro. Këtu ka qenë problemi, thelbi problemit. Po, tash 160.000 euro. Vazhdojmë. Qata, Në moment, ka folë me dikon në telefon, në moment ka folë me dikën e telefon. Zeka në moment ka folë me dikën e telefon. dhe pastaj ka mund të tha për 30 vjeta unësh më i pagu paret. Jo, kërkoj edhe paret edhe me ja regjistru pronën e lëng peng. Për 3 dit, Jo peng. Ja, këti pronat, a mund të më pagush para? jo, duhesh faktikisht. Duhesh më mi kthy. Për 3 dit duhesh më mi kthy para. Më mi dhënë parat Po, dhe më regjistru pronën 10 hektarshin. Unë përsërita që nuk u varet prej meje, po prej shtetit, moment është ngrit nga tavolina, më ka sulmuar fizikisht, duke më kapur për kraju dhe tentonte më qitë prej staltit poshtë. E vrejta që është edhe në ftyri për jargur dhe i prishur, dhe me ndihmën e Bajram Plakiqit po, arrita të shpëtoj dhe të largohem nga aty. Me njerë jam drejtu nga policia, e kam paraqitur rastin. jo, jam drejtu me shku polici, Po, në moment ka thirë Bajram Plakiqi, para prakisht të konsultua me avokatin tim Xhafer Maliqi, ku Bajrami më tha që Zeka është penduar shumë dhe se është gjendje me të kërku falje dhe se krejt punët i regulojnë. Nuk e denoncova rastin polici, kam bu gabim shumë. tashi, në gjarja tjetër, që ka ndodhur për shtëpi. Në vijim, Me ditë 200.000 euro bërsh. në vazhdim, Po, Mas ki që shtonë një histori që pas ka dosh me të qunë. në vazhdim, Qartu, me një 200.000 euro. unë isha totalisht në vazhdim, unë isha totalisht i blokuar i bllokuar. për shkaqet më lartë i ceka, përveç isha i blokuar, unë kisha kontraktuar një shtëpi në fshatin Amerikan për ta blerë, e pa ta formuluar me pronarin faktik një para kontratë, vërtet në shkruar kontratën formuluar nga Omega, Po, një kontratë për shitblerin të shasoj shpije. Shqilberës, duke Për shitblerin në shtëpi. specifikuar kushtet në të cilat Duke specifikuar kushtet në të cilat unë i jepsha lokalet, disa lokale banesa që kisha në pronësi më herë, shumë më herët, lokale, 2 lokale dhe banesa. në sipërfaqe prej 250 metrave katror, në sipërfaqe prej 250 metra katror, banesa dhe lokale. dy. po më një vend kanë qenë, të më thonë pjesa për nërve, si dhe makinën time Audi Q7 dhe pjesën monetare në vlerë, do thona, nuk jam vlerësu, po veç në dhe lokale faktikisht
vlerë 650.000 euro. Apo na kallzon ti që kjo shuma 650.000 euro. E kuj na ka qenë? Vlera e juaj që ja kësi 2 lokale dhe 2 banesa, edhe kjerën apo se? Po, vlera e kompenzimit. E kompenzimit. Po, Që ju keni pas një adham. obligim. Është të para kontrata. 650.000 euro të cilën une kam pasur që... Pa mobile. Pa mobile. Une kam pasur që për shtëpi e cila ka pasur vlerën, sa ka pas vlerën? Si pas mendimit e mbi 750.000 euro. Si pas Godit. Jo, e mendimit të. Kush? Sa e ke pas kontratë? So ke pos për abli, so të vashit shpinë. 650.000 euro. 650.000. Jo, si pas mendimit tuj. 650.000. Unë do është të më thonë diçka tjetër, sa dhëmë. Si pas vendimit tem, ka qenë vlera dhe me e madhe. Qëto të ishte me thonë? 650.000 euro në emër të kontratës. Po, para kontratës. Në emër të para kontratës. Po, vazhdojnë. Mirë po, Mirë po. nuk kanë mundën ta përmbyll Ta përmbyll. obligimet në tërsi, Obligimet ndaj kujt? ndaj vlerës, përveç dhënies së lokaleve, makinës, si dhe një pjesë të pagesave me të gatshme, po parave. Më kanë mbetur dikon, Sa ka qenë shuma që e ke para të lash? une shuma ka qenë 72.000 euro, 25.000 kompton për vlerën e mobileve, Dhe me kam betur, po, më kanë mbetur 200.000 euro dhe kam betur 200.000 euro për ta paguar në të për ta kompletuar në tërsi për ta paguar deri shkërtësore, kompletuar, paguar një kështë e. obligimin tim për vlerën e shtëpisë. Mirë po, me që isha në situatë të vështirë, Në anë qëtë kohë, po fletë. si unë e kisha trashëguar për 2013, s'musha me Po pa që me blej 650.000 euro shpi edhe me kompletë shpi, dyqysh është. unë e kom Ashtë dhe e fatë të kujtë. jo në shpirutëm. Po. Mirë po, pasi që isha në situatë tepër të vështirë, financiare, po. Të rënduar financiare në vitin 2015 dhe nuk mund që të siguroj Të siguroj. pagesën e mbetur për 200.000 euro. Për këtë situatë, Zeka ishte në djeni, informuar, Zeka ishte në djeni. dhe përmes Bajramit, bëjmë një takim dhe me ofron të më siguron 200.000 euro, sa më marrë me baballoku ti, Nga baballoku ti, i cili jeton të më një vend në Suedi. Mirë po që shmë tha Zeka, ai kërkon 1% kamat mujore. A një lo kontratë? Po, Qëta? A ka shumë kontratë që kjo Po. përshilja? po. Unë kisha ngurim me gjitha të pranoj ofertën e Zekës, pasi që pata qitë në shitje aksionet e një spitalit me qëra se kisha një dakordim me një vlerës dhe pritësha të më transferojnë vlerën e dakorduar. Përshitje të aksionë. Shakcionojnë Përshitje të aksionë. në vlerë për 870.000 euro. Edhe pse kisha investuar shumë a shumë, mirë po, për t'i përmbyllur këto detyrimet të krijuara. Aksionë, apo? Na? E vlerës, keni pas të investu në 2 fishën e vlerës. Po si sa njeri të thotë je për parët. Po. Mirë po isha i detyruar të bëj këtë zgjidhje Prej kuj nga kesh një të tyru? Për ti- Prej gjendjes që e gjithë. Zeka Po dhe prej detyrimeve. ti mbuloj të gjitha detyrimet duke përfshi përmbylljen e pagesës së shtëpisë, edhe t'ja jepsha Zekës detyrimin 160.000 euro, pasi që isha i bindur që do të më kthehet prona për 10 hektarësheve dhe më që kishim marrëveshjen të nënshkruar, do t'i kthen të 3 hektarët dhe kitë pagesë për 160.000 euro. A ja ke dhonë të 160.000 euro për me të këthi? Ymët pas ka mos. Unë Me qatë marrë dhe shpak. Ato Po për me garancia. Po do të shlyre isha të të Ja, ja. S'më ka dhonë mu që më shlyt. Ai se ka thonë 160.000, po Po, s'kës që ka dhonë për me aty. Ja u shënë, që ka dhonë e dhonë si garancian.
Gjystore e ka vipë, ka morë obligimin që e kondicionet Po je gjyshtarja... Gjere prokuror, ja, preċeru të sari. Në kontrat, ju morë vesh, 3 hektar, edhe 160.000. Qërat jam me vëmë s'ki punë. Veç pas. Do thonë, në kontrat, ju një morë vesh 3 hektar. 3 hektar ja kishit nëmën, i ka qip nëmën të vetë zeka, si pas deklarimit juj. Po. Edhe 160.000 euro, Më detyrante? i keni shly ende, si pas kontratës që ka qitë. Apo jo, dhe i që tash, së mos që në shly dhe i qatë ku. Më leni sekund, unë e kuptoj shtyrje nëse ki marrë diçka, edhe pja këthen. Unë s'ko marrë që m'ja këthi, unë jem kam qeni detyruar gjyshtar. Ma vi që ka qenë që si së 3 hektarë dhe 160.000 dhe që Shtërësimi që ka qenë i detyru në mi këthy 160. Ne ka përmen 100. Detyru se ja ka morë 10 hektori për shqipje. I lutam, shkoj deklaratën, Ja, përgjigjen në një dëshmitarë që shë kemi në kokë mas në i navës. ku kam jetë. Po, me të më qytë. Dhe do t'ja jepsha zekës detyrimin prej 160.000 euro. Do t'ja paguajsha, Ja jepsha. oke, jepsha, jep ma mirë për jepsha. Pasi që isha i bindur se do të më kthehej prona prej 10 hektarëve, Po, dhe pasi që kishim marrëveshje të nënshkruar do t'i mi kthej 3 hektar dhe do të ma kthej zeka detyrimin prej 160.000 euro. egzakt, kjo është. A ti kallon tash t'i pyetja jam qëto 160.000 euro për me t'i kthy? Qysh? A ti kallon? Po, unë po flasë kushtimisht, me ja dhonë pa dhe mi këthyke. Lezoj këtë kontekstin. Nësë jam të të kuptu. Po, Ideja ka qenë të këllëstarët të qaj 10 hektarë që atje e jam këtës, tash si detyrim, zekat ka thonë që ta e 3 hektarë edhe 160.000. Po. Veç kështu që pyjtë të me, veç pa ka për që në që. Na dhe të përshkërbushjes, si që asoj transakcionet prënsis për shkak krasnegjve kush ka në tha. Që të 125.000 euro dhe 60.000 euro cash që ti ka dhonë kërë filleva tha. po. E ki këthy në herë. Si ja kom këthy une? Nuk ka kom këthy, po kë ka marrë me që, e ka marrë 3 hektarë. Jo, s'ja kom këthy, po. Ka marrë, po në është përda që a kom këthy o të. Ka linë në kërë varë që të në 60.000 ka. Ta s'ka pas ki qitë trupë, në s'ka pas ki këthy po. 160.000 euro. Po s'ki s'ka pranu pare, ki ka lyp 3 fishe në Me pagu 3 hektarë dhe Gjyshtar, a i ka lyp 3 fishe dhe plus të. Ka le formulohet në Me në të gjajë veç të sharujmë që të Në rregull. Ka me pore zekës 160. Ka postë. Më falë, por të kërkoj falë, po me ndatronë shumë. Ka unë i Shërë të vetë, Jena po. këtë Nuk ka lutem, pustet që drejtë. lutem, nuk i drejt në sila ashtu. Ki po thot pinga të rënë. Nuk i të drejt në sila ashtu, le tjetë drejtje. Në rregull. Pranë drejtë. E ki qash, Po. komunikimin e ki me mu. Në rregull. Do më thonë 160.000 euro, a i ke pas të detyrim ndaj të akuzuarit zekë. Nuk kam pas detyrim, por kam qenë i detyruar. A keni bo kontratë fillimisht, për që të 160.000 euro, për që të 3 hektarë, ju thatë që keni bo një kontratë. Si garancion, Lërja peng, po. në emër të garancionit, apo jo? Peng vërnjës, po. Për pamundësin që të s'ke mund një asit 10 hektarë. Me që ishte... Që ta është i kuptova. Po. A ja ke pagu në është të 160.000 euro? Tash e paguj. A ja ke pagu? Më ka marrë shtëpi në fshatin A Amerikan. ja ke pagu cash, po tonë? A ja ke Jo, pagu? s'kom pagu, s'kom pas mundësi, po. Dërsa cash, Pasi që për të shitjen e aksioneve të për spitalit, shitjes aksioneve, duhet të kaloj procedurën komunale dhe të mirët miratimi për çdo lëvizje, këtë rast edhe shitjen e aksioneve. Pasi që pretendenti për derën e aksioneve kërkonte ta ndronte edhe destinimin. Në ndërkohë isha në presion nga shitësi i shtëpisë, t'ja shlyej obligimin prej 200.000 eurove, a ke marrë të qatë shpinë posedim në qatë punë? po e kom marrë, masi që e kom marrë. Pasi që shtëpinë e kisha në posedim. Se kisha në posedim, ma vonë e marrë A posedim. e ke pas në qatë punë? Jo, se kom pas. Lokalet e këto a kom vonë posedim, i ka pas krejt, unë ende se kom kry obligimet. Kanë se ke kry? Pasi që si kom kry këtë obligime, s'ma ka dhonë shtëpinë. A unë e ditën e marrëveshës, 2 metra me të në edhe lokalet, Okej. edhe makinën, edhe mjetet, i kom bledhe, kom pagu. Po. Kisha frikë, se do t'i humbi të gjitha investimet, apo do komplikoheshan
me procedura gjyqësore. Më bindë edhe Bajram Klakiqi dhe pranova që të me siguroj Zeka Siqi 200.000 euro. Që të më siguroj Zeka Siqi 200.000. A ke po me detyrim qëto? E tash. A ke pos vullnet? Vullnet kjo është. Me vullnet? Po, s'kisha zgjidhje tjetër. Pastaj, pastaj njoftoj përmes agjencionit shitjen e shtëpisë, këtë rast shitjen faktik të shtëpisë, i cili e kishte në posedim dhe jetonte aty, si dhe pronarin vllazanakun e tij, për shkaqe të tija personale të shitësit, ja kishte transferuar shtëpinë emrin të tij para shumë kohë. Po. Se ka pas probleme se di çfarë. E lajmërova dhe noterën që do të vim nesër të nënshkruaj një kontratë për blerjen e shtëpisë, me të cilën kontratë kërkoja që krejt kompenzimi, pagesat e mia të përshkruar në kontratë. Ishin 550.000 euro deri në atë moment. Si dhe të bëj një kontratë për huazim me Zeka Siqi. Për huazim të shumë prej 200.000 euro. Atë ditë, të përkujtohet saktësisht. pamata pa pamata. Tash e bëjna dhe tregoj. Çtu? Ja që tash ka zëmën. Më njerë. Me kamat. Sa? Unë jam obligu me marrëveshje të paguaj 1% për 200.000 euro dhe plus detyrimi 1%. Do të thotë 360.000 euro kam qenë i detyruar. Dhe nuk e kuptoj. Do të thonë, në emër të 200.000 euro 1%. Nuk. Ja e ka bashkangjit edhe detyrimi. 260.000 euro. Eksakt. Edhe në kontratë të thotë, bi vazimin e një pas përqitje në shumë? Jo, veç kallëzana. Po. Ti në shumë të në tjeri, po? Erdhen të gjithë për arsye se unë të ceka parës deshta me shtit krejt kompenzimin që kom bon në kontratë. Për atë tash duhet lokalet mja legalizu pronarit faktik. Mja bardh. Po. A i kisht mja bardh, do më thë mja legalizu kontratë. kontratë. I ka marrë ma herë, tash? Po, tash ti me kitë kontratë mi bo edhe shpinë me marrë, unë edhe a i mi marrë lokalit e veta. Pronari shtëpis ka qenë prezent? Jo. Pronari me letra dhe pronari vërtet. Dy pronarë. Dy pronarë me Pronari shtëpis, i cili ka qenë pronar juridik dhe pronar faktik, i vërtet. dhe pronari Vërtet. faktik. Dhe në moment të fundit më thret, derisa ishim në një dhomë të posaçme të noterja, Bajram Klakiqi më thot Zeka Siqi nuk pranon të bartët shtëpia në emën timin, fatonit. Por thot, transferin që do të bëj, dua që shtëpia transferin prej 200.000 euro, Transferin që do të bëj prej 200.000 euro, shtëpia të bartët në emën të firmës së tij Liri Doni. Kjo ishte një grask e mirë menduar prej kujna. prej Zeka Siqit. Prej Zeka Siqit. Të Zeka Siqit, okej? të më vë në një situatë kaq të keqe para aktit të krym, para shitësit të shtëpisë, i cili veç ishte i acaruar me vonimin e pagesave, me përmbylljen e pagesës të tërësishme. Faktikisht u detyrova pa vullnetin tim të nënshkruaj, të pranoj vërtet që shtëpia me 200.000 euro mjetët të paguara, juridikisht apo zyrtarisht, ta përveçoj Zeka Siqi, e cila kishte vlerë shtëpia si mas shpendimit ten, kishte vlerë 4 fish më shumë. Mirë po, ishte kurthi tjetër për të legalizuar gjobën për 160.000 euro, kërkon të bëjnë një marrëveshje për huazim në vlerë prej 360.000 euro, 200.000 euro të paguara për shtëpi, për huazim për tjenë e shtëpis. Po, si dhe detyrimi prej 160.000 euro. Prej 160.000 euro, si pas kontratës e me hershme që një pasën bërë. Për qatë bërë pengull që ta e garancionit. Po. Prej 160.000, si pas... Bikit obligim... Në emër të kontratës që e kishë me herët, si garancion për pamundësi e transferimit të 10 hektarëve tokë
Kena cek 5 herë tash, keni vojnë për cek. Si obligim, mbi këtë obligim, të detyrohem të paguaj kamat mujore, Mbi cilin obligim, qëto 360.000 euro është. 300.000, Do në t'ja ke qitë shpinë emën të, aja ke qitë shpinë emën të akuzorit zekja si që. po, Edhe kemi bo kontrol tjetër pra, kontrat tjetër, po veç për bazin tash, veç për bazën. po. Do në, s'kinë se ti ka bazu dhe 360.000 euro. Dhe më ka vu kamat 1%, 360.000, kamat mujore, në vlerë prej 3.600 euro në muaj. Shqitë si më kujtohet, si dhe të tjerët, që ditet shënë se, pse ju thash të nënshkrunin emën të zekës shtëpinë. Citoj fjallët, purim planës, më thot, a je i vetëdijshëm, a je në vete se shka e duke bërë. Më kujtohet i kom Që i thënë, ke thonë? jam i detyruar, s'kam zgjedhje tjetër. Pasi që isha financiarisht i ngëlfatur, asfiksi financiare kisha faktikisht. Pasi që isha financiarisht i ngëlfatur. E me që ato aksionet që shme puna, ato? A mujtë e mi shita? S'mujta me, Vazhdoj që të që e vlerë, një rrita, një ullë, vlerë, aksionet. madhe bu një proces tjetër, një kontest tjetër, lindi, edhe nuk mujta me, Shfar kontestë. Nëse kur tu i rënum financiarisht, e knej ki aksionet të qimia, ajo, do të të i rënuar financiarisht është një Ajo që i falimenton komplet që së më dhe të më rigrita. është objekti një proceduri tjetër penale, me Osmanin Curin e mandej ka rjedhë si problem ma vonë, ata ma kanë marrë faktikisht. Po me në qatë kuaj, ke posë ato aksionet? Aksionet e konë është ka qenë një farmire kapitali vdekum, se s'ka mujtë një operacionalizu, veç nëse ka pas një ofertë lirë, shumë i adhon dikuna, Po dhe veç a ka qenë funksionale që i të spitali? jo, në tërtim e sipër ka qenë, thash, shënohu ati. Kretë punë gjysë ka qenë faktikisht për vitit 2012.